Loti s'është të dha që nga nata që ti ke të pash, që nga dita kur ruzgjova të dash. Loti endës është të dha, loti s'është të dha, ku mbi trupin tim nuk do që të pikoj. Ëndën time jo nuk dua ta enmoj. Loti endës është të dha, merë shpirtin ti, merë ëmën ta kam falu, merë dashuri, merë ditë, merë natë, merë dhe vetëmi, merë nodin që su tabi trupin ti. Loti që më more ti, merë shpirtin ti, merë ëmën ta kam falu, merë dashuri, merë ditë, merë natë, merë dhe vetëmi, merë nodin që su thabi trupin ti. Loti s'është të dha, do ta maj në jetën time si kujti, do ta mbaj si më të shtrejtën pasuri. Loti endës është të dha, loti s'është të dha, ku mbi trupin tim nuk do që të pikoj. Ëndrën time jo nuk dua ta enmoj. Loti endës është të dha, merë shpirtin ti, merë ëmën ta kam falu, merë dashuri, merë ditë, merë natë, merë dhe vetëmi, merë nodin që su thabi trupin ti. Loti që më more ti, merë shpirtin ti, merë ëmën ta kam falu, merë dashuri, merë ditë, merë natë, merë dhe vetëmi, merë nodin që su thabi trupin ti. Loti s'është të dha, që nga nata që ti ike të pa, që nga dita kur ruzgjova të thash. Loti endës është të dha. Blendi, faleminderit shumë për këtë atmosferë. Tani është koha për mysafirin tonë të radhës. Sot në këtë studio kam kënaqësi të pres një artist që nuk e ka ndruar rrugën kurrë, pavarësisht ka e ka dërguar jeta. Një artist që ka folur me zemër, me ndjenja të forta e me fjalë që ka prekur shumë njerëz. Mirëpres në studio, Ariana Gushen. Ariana, shumë kënaqësi dhe faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit edhe juve për ftesën. Duke qenë si je shumë i angazhuar çdo herë, jo vetëm se është sezon e verës, me projekte, me dasma, si je? Mirë, edhe në fakt bisedum edhe pak para së mini emision që një kohë gjatë s'kam qenë pjesë intervista ose debate o diçka, kështu që ndoshta kena çka më tregu diçka në risi, ndoshta pak më shumë se një kohë, ndoshta pikë para verës, që s'kam marrë pjesë në intervistë, kështu që besoj që kena çka më fol. Faleminderit shumë ju. Si ja dole këtë kohë? Me gjithë këto angazhime, sa projekte, sa angazhime tjera gjatë sezonës? Në fakt, nuk kam qef me lumë vetën asë njëherë me pushu. E kam kohën ashtë të taktu me të pushimit, po jo me lonë një kohë gjatë pushimit, qoftë edhe një javë më kohën, s'kam qef pa bo diqka. Kështu që e kam mësu vetën gjithë më me bo diqka të reja, dhe kur e qes një kongë, e di që i kam një 4-5 në ashtë gati që e di që i vinë masajna. Nuk e lo, po thëmë, vetën pasiv, edhe nuk lo me po hajtë si në ashtë ta bëj diqka. Kështu që angazhona, qoftë
mas pari angazhimin e pare kam edhe familjen, po pjesa punës të diçka e pandashme për asaj që e bëj çdo ditë, kështu që punë ka, e falenderoj Zotin shumë për shnetin e për këtë mira që na e ka dhënë, kështu që po mundona me ato tema. Ariana, të lodh ndonjëherë kjo, a je mësu me këtë intensivitetin? Në pak të lodhja kuptohet, çdo njeri lodhët, veç Zoti është i palodhshëm, po lodhja kompenzohet me gjumë. Kur qohesh me mëngjes je i kthjellë, sidomos gjenerata jonë, mosha jonë që jena pak ma tri, kuptohet, kështu që mendoj që ma mirë është më lodhë të bënu se të nejtë, se s'ki që me pushu. Pa dyshe. Arian, prej lidhjes familjare mitësore që e kemi, e dim që e ke një lidhje shumë të veçantë me Preshevën. Po, në fakt, vendlinja o diçka që njeri nuk e zgjedh vetë, të lenë Zoti që aty, mua aty, dikon tjetër, edhe unë e dua të vend, më burna që jam i ati venit, edhe më nona me bo krenarë. Qoftë historikun e gjyshit, babës, brezave tjerë, po edhe më nona në njëmën të mirë me lonë se e di kush jam, i kujna jam, edhe fëmijëve të mi kom qef me alonë derën qelë ku do që shkojnë. Jo vish në Preshev, po ku do kovë të troje shqiptare, po Preshevën e kom pik dopt edhe kom qef gjithmonë me ngritë. Po besoj që e ke arrit këtë qëllim. Cili është ai kujtim që të vjen mend me njëherë sa po përmendet Presheva, Arian? Në fakt, s'pëdik Presheva plot kujtime, nuk është që më me pas në ai kujtim të veçantë, po zakonisht, kur përmendet, dhe me thonë, ose une kur shkoj për herët, për shembull herën e parë që më rri, dhe me thonë, kom qef me vizitu të vorri babës. E mandej me punë taktu me çka do kohë që kam, po më me thonë 90% rasteve njerë shkoj të vorri babës, pastaj i kry punë tjera, obligime tjera, ose takime, ose darka, dreka, çka do kohë që kemi me shoqënia. Po çaj e kryesorja, kështu që sarë për në Presheva më janë më në baba. Arian, ke kontribuar për Preshevën edhe në format të tjera, me këngë shumicat, themi shumica e këngëve që i ke deri tani janë më shumë patriotike, ka edhe këngë që ke bo për Preshevën. Çfarë emocionit në gjallë kur këndon për Preshevë? Këtër Presheva është, po them, pikë e dopt jo veç për mu, po ndoshta për çdo person, çdo njeri që jeni vetën shqiptar. Kur e din në farë gjendje ka me, qysh ka me, ata shkon e fundit edhe që ka gja u zbraz, për para ndoshta leje që ka me tja shkufive, po ja ka nis edhe popullata mu paksu. Që është ndoshta më e keqja, po shpresoj që bëhet mirë. Kom qef dyqysh edhe shoqnin teme dhe rrethin edhe për para, po edhe qëtash dyqysh kom qef qofë mi kallëzu për Preshev, po edhe mi marë në Preshev. Me pa Preshevën. Po, plot shokë, se është, për shemë nuk është diçka që më di që ka më konë, se nuk o veni madhë, po për mu është shumë e madhë. Po to, me kom dashnin të madhe për atë vend, se që me kom dhe qofë që rri, edhe e kom një gëzim që gëzona që kush do të që mjef, në është të dikush të mjef fiq, po kush do të që mjef e din që mi Preshevë, që ajo më bënë më një mirë. Ariane, përmende pak me herët babën, në qëfar forme e kujtën? Me lutje, me kujtime? Po, në fakt, lutje gjdo dit, s'ka dit që nuk lutë në për to, nuk ka dit hiq. Kujtimet janë ndryshme, tash nështë a jetat ka para veti njeri, ka obligime familjare, nështë a në herë, më dorë për me, po në lutje është gjithmonë. Lutje është gjithmonë. Edhe në raste, për shembull, të bamirësie, kur kom qef, jo për mi përmen, po kur kom qef diçka me kontribu, diçka kom qef me bo për shpirtina. Kështu që mundona me bo ato, edhe këtë munges të kësaj botës që e kam për të, mundona me lutje edhe të i kërku Zotit që nështë në gjenet më na i kompenzu atë munges që kena pasë këtë botë. A ke pas, Arian, do një moment ku e ke kuptu që ka ndiku prindërit në formimin e karakterit tënd? Pa tjetër që ndikojnë. Familja është një sen kryesor për edukimin, formimin të fëmijës. Kështu që sa do kohë që unë shoh tash për fëmijëve të me, sa do kohë që më thonë diçka bën ose mos e bën, ka raste kur dëgjon, ka raste kur jo, por zakonisht fëmija kopjojnë. Kështu që na jena ai modeli më i mirë aty në çka po kopjojnë. Jo më nona më konë një prind sa më i mirë, më nona me kalu kohë me ta, më nona më konë sa më i afërt, edhe me i dhonë dashni. Po edhe më pa mu që bëj vepra të mira. Çka do qofshin ato? Qoftë edhe në kore
kur e përqafi ose kur e puthi edhe nonën teme. Apo kupton? Kështu që fëmija njihet mirë, edhe njihet rahat në veti, edhe të qef, edhe bashkëshortën kuptohet, domethënë. Ka njerë i ngusmi, edhe babi ja bën shaunusi, ja thot babi është i jemi, ata thonë jo i jemi, domethënë kanë atë farë që e prej fëminisë ata në fakt e krijojnë atë karakterin e vet. Si fëmia është ajo baza e fëmijëve. Kohën e fundit ndoshta jo si na përpara se na si fëmijë, jo gjeneratat e mia, po shumë më hershme, kena qenë fëmijë pak më të marrushëm, kena pas marrë pak më shumë se na është gjeneratat e reja, po çështja e na arrit, edhe unë çka do kof që kom bo, unë tutën më të madhe kom pas mos më dit nana. Çka do kof që kom bo? Jo më rujt që ajo mos më dit sherrat e mia, çka do qofshin ato, për një për masave të mëdha, po si do qoftë na janë kon sherrat që unë s'kom pas që ajo më dit. Prindit ta jap kuptohet ato, po them në respektin që e kam, ku e dit kanë kom pas bab, më nona gjithmonë sa më për tokë më konë edhe sa më i respektueshëm sidomos, ndoshta edhe me shokët e babës edhe nxënësit, qoftë nxënësit e babës kur i takoj. Këto ne kam pas babin tonë arsimtar, kujdestar, ose nonën e kam pas mësuese, kështu që mundona po them e di kush janë konë, edhe mundona më konë spaku, një djalë që i respekton edhe ata që e ka njoftë. Edhe pse ka raste kur ka angazhim mas angazhimi se jeta nështë edhe në Prishtinë është pak ma ngarkume. Për shembull mi pas 3 punë më me met 1-2 orë në kolon. Është në dinamike. Abden mi pas 3 punë për Prishtinë, për shembull me pas 1 punë ka Ajvalia, një me pas në Vranjes, një me pas kreditat shkone për kolona. Pak e ma problem më koordinu, po si të që tjetë këto jena edhe s'kem që ka me bo, po mundona mi kushtu ko. Për shembull më ngjath çona gjithmonë herët, i bëjmë gati bashkë me nutën edhe i çojmë në kopsht, djemt, dhe shkoj i marë, ka ora 2-3 që atë në varet, kur qohën për i gjumit, dhe kaloj kohë me ta sot mëj. Ta ne komunikohen është ta kur dalë ose kur shkojnë në studio, po natën si do qoftë kanë qef me flejt, kanë qef na pas të 2 afer edhe. Unë kanë eri qes në gjumë dhe dalë prapë, kur i punë të mija që kam me kry. Kjo është pjesa me bukur, sidomos pas një ditë të lodhshme me fjetë bashkë me fëmijët. Arjan, a je bashkëshort ndihmues edhe në aspekte tjera, apo veç për fëmijë? Jo, shka do që mi vetë mundësia nuk pritoj. Për para, për shembull edhe, kërë më kohën edhe pa martu, për shembull i kam një munanës për punë caktume, shka do qofshin ato që janë kohën ka shpia. Shka do që mëj me bo, që di me bo, pa bo na i shërë, më nëna me bo mirë. Për njerëzit që nuk njojnë nga afër, do kush pak ma shumë natyrë, pak ma e rezervume. Për atë edhe po e bëj këtë pyetje. Po, s'ka problem, zë me thonë që tash kryesori është me ditë kushe, jo që ka me ndonë dikush kushe. Dhe kryesori është kër e din kushe, se ki problem kush ka thot. Kështu që ata që më njofin, për familjes tem, po dhe rrethi, familje pak ma e gjonë, shoshnia, e din që shemë. Kështu që jëmë edhe për tjerë, nështë ta mundona më konë, lema vish për nanën, për nusën e për fëmijët e mi. A i ke vikendet vish për familje? Në fakt, vikendet zakonisht jena në për koncerte, po kur jemi këto jemi të nkohën me familje, kuptohet. Ta shëndrojmë, ka njerë shkojmë Shqipni, ka njerë i qemë Preshevër, ka njerë rrim të shpija krejt, në varët për kohës, më nuk ka i kohë që jam me shi, për shamë të zdalë me që kom qef me që ka Macedonia, kom qef i qenë Strugë, më verë ndryshme, kështu që kom qef me shëdit. Me ta, me kalu një kohë me ta, se e di që jesin kujtimet mira, se nashta edhe pse mu mungojnë shumë kujtimet me babën që ja përmena më herët, po mundona me këta më konë qatë se na ka bënë zotë jetë, më konë një babë, jo perfekt, po s'paku më konë një babë që e meritojnë. Besoj të ja dalësh. Sa ka pas në të ke, Arjan, familja në rrugën që ke ndjek? Tu e pas parasysh që e gjyku shumë ko më parë për tekste, për kongë që i ke bo? Këre, qka do kofë që bë njeri, s'më më koni mirë për krejt. Në gjdo profesion, jo veç muzikë. Unë e di që s'kom dalë për mi pëlqy krejtve. Kujdo që i pëlqaj i falenderoj për respektin, i falenderoj për mikpritjen, për ftesat të ndryshme që na bojnë, qoftë koncerte, qoftë ndasme, qoftë ahengje ndryshme familjare. Kështu që unë e di që i mirë për krejt s'më më koni. Ta është dikush në ashtat si e ka shijen tjetër, dikush nuk i pëlqen patriotizmin, dikush nuk i pëlqen zoni jam, dikuj nuk i pëlqen, po ta është pak rëndësika, mjafton që dikujt i pëlqen, edhe ai dikujt e një pjesë e madhe. Që në zona që janë që ata, mundona me faqet bardh me i rujt, edhe mos mi dëshpru,
deri një moment caktuar kur e shoh që pëlqejet kënga jeme, në një moment që e shoh që po dojnë diçka tjetër, kjo s'fudohet, ma mirë është e lën që aty ku e kon, çat sa ki bo, ja pa fshajrin, edhe vinë gjeneratat e reja, kuptohet. Siguronë kur jam kon i vogël ka pas këngëtar që kon hit e super hit në atë kohë. Po sot për shembull, disa nashta edhe kanë ndru jetë, nuk janë hiç. E disa tjerë nashta nuk e kanë atë hovin, atë fuqinë ose më çfarë më thonë që punën eksperiencë që ka pas përpara. Edhe unë kam qenë me një kohë caktuar, çaj ka marrë gjeneratat e reja, kështu që. Apo sheh sot njerëz real në industri, Arjan? Në industrinë e muzikës? Po tash mbarët edhe çka don me pa, vetëm. A mendon që çdo projekt që e bojnë është për klikim, a ka edhe njerëz real? Kështu. Tash secili shtojnë dimeta punë të veta. Ma mirë është milion secilin me boq ato që ja merr menja që më së mirti, se gjithmonë shpërblimin kemë pas sipas njëtit që e ki. Edhe unë mendoj që Zoti më ka shpërblim më shumë se që e kam lyp. Se përket klikimeve, për shembull, është një kohë e keqe, për shembull që tash një pjesë dërmuese, domethënë del një këngë i ka një 30.000 klikime për një 7 orë, kur që është nesrit i bën 400.000 tash. Tash ka. Dikush këtu, janë as po bina me flajt heq, po rrim për këshirëm krejt, a vëdim se kur po qohëm, po ndrojnë senën. Po si do që tjetë, se të dhe ka për veti, më në kur njetë kom blik klikime, në ashtë më kam një këngë, në ashtë me 5-600.000 klikime, as 1 milion që se ka prek, po qash që janë këngë të mijat. Ka këngë që i kanë 60 milion klikime, ka këngë 30 milion, po jo se cilën në ashtë mu i mja qëllu, ose më në pas kohën në momentin e vetë, kur t'je bën. Se këngë që në ashtë e kanë fort për zemër e qëllë aty, po nuk e bën vetën që sa e bën një tjetër në ashtë që hajtë, veç e lëshojmë. Pse veç me lëshu hajtë në ashtë nuk ka bashkash, po si do që tjetë nuk e rëndësinë ashtë ma shumë se kësaj, që ta ka marrë mendje që ka me ecë ma shumë. Po është një kohë, për thamë, është një kohë që ka hu pak ajo farë baraspesha me ditë kush ka qyshtek, po si do që tjetë në ashtë të regu si maj mirë është kur ti shkon dikon edhe din sot respektojnë, sot dojnë, sot shmojnë, sot njojnë, menoj që qaj është klikimi maj mirë është qaj. Pak rëndësia mi pas 10 milion klikime edhe nëse shkon tash nëse ki 10 milion du të më të njofë dikush. Për një kongë saktume, s'paku du më të njofë, sidomos me një krye qytet ku je, s'paku pikur njëtës për Skënderbejot, ditë e Zajrë Pajaziti, apëtin 2-3 vetë du të më të këshirëve. Kështu që ka plot raste kur kanë shumë klikime dhe nuk është që a unë vetë s'kën njofë, se le mund ashtë dikush tjetër, po. Pa është të cilë e ka për vetë. Arjana, një postim të fundit në rrjetet sociale, e ke paralajmëruar një këngë çlirimtar. Po. Na flet pak rreth këtij projekti. Në fakt, kënga çlirimtar është për projekteve të fundit tash. Edhe është kënga për dëshmorin Recep Bislimi, që kam bashkëpunim me këngëtarin e dashur të fëmijës tem Ismet Bexhetin, që e respektoj e du fort. Kështu që kjo këngë u xhiru një pjesë në burgun e Prishtinës, në burgun muzej që është, në burgun famkeq ku janë bërë torturat njerëzore të shqiptarëve, patriotëve të asaj kohe. Dhe një pjesë tjetër në Ferizaj, kështu që kërkesa ka qenë e familjes, për me pas këtë këngë, edhe me knasit madhe, kur i ka momenti e kom bo. është kënga e dytë tash në këtë sezonin, tash vjesht dimën me thonë. E para ke për djemë të Gollakut, tash është Çlirimtari, e mas saj janë edhe këngë tjera. Videoklipi kësaj ka dalë shumë i mirë, e falenderoj shumë Production, Mirtonin. Bashkëpunëtorin tem të ka hershëm, edhe për më të mirë me thonë lirisht, se jam shumë i kënaqur me to, vaj me mu besoj. Tekst e muzikë është e jemja, orkestrimi është në Tiranë të Alban Fortuna, që falenderoj edhe ato shumë, që është një pjesë të këngëve, sidomos këngëve patriotike, do thonë merit madhe ka vaj. Edhe kështu me radhë. Këngë tjetër ka, po them, është një këngë, edhe një tjetër është për një dëshmor Ferizajt, Sadik Begën, Mortajën, edhe ajo është kërkesa e familjes. Edhe në tur besoj që mas kësaj del edhe kënga tjetër për Begrizën. Kështu që kam për Begën e në 10 orë ndoshta besoj për Adrian Krasniqin. A je i përmbushur me projektet muzikore, ka ana profesionale, a mendon që s'është mjaft asnjëherë?
Në fakt, gjithmonë mundohemi me bu më të mirën. E kur o mjaft, nështë që ato që e thash ma heret mund me blejtë edhe tash, kur e shoh që po duhet diçka tjetër, kjo nuk është ajo që po pëlqet ose për shoh veten që nashta nuk jam ai Arjani që jam kon. Po them më mirë është me lon, nuk o marrë me lon, marrë me bu sanet pahishme nashta për me mujt me lajt gjithmonë nivele. Se më mirë është më konë qëtu se sa gjithmonë punu me i manal. Më mirë është me pas një lloj niveli që je i kënaqur të çaty edhe je në rregull. Kështu që po them, ku më mundu gjithmonë me bu këngë të mira, projekte të mira, mesazhe të mira me dhon në popullin tim, pa dallim. Nuk bëj krahasime në rajon, në zona ku gjë, po kom qef me dhonë mesazhin, kom qef me thonë që ato që unë ndjej që ashtu, me pas në herë edhe gabim, po është mendimi jemi, kështu që unë respektoj mendimin ndryshe, po jo më ta imponu dikush tjetër. A mendon që ke bu gabim në herë me naj kongë, ose me naj bashkëpunim? A je pishmën për ndonjë projekt që e ke lansu? Kjore, gjithmonë nashta ma vonë më mi gjetë, për shumë kësha mujtë ma mirë ose kësha mujtë diçka, kështu që shkato që këmë vonë që atë moment që ashtu jem ndi. Edhe këmë bo, qoftë bashkëpunim, qoftë tekst, nashta tashun e kitë kontra menoj asaj që këmë nashta me një kohë caktume. Jo kongë patriotike, po foli kështu për gjithësi, po në atë kohë jem konë qaj. Kështu që qaj jam ka bo më konë që jam kësët. Kështu që s'mi mira pishmon se u konë sa një mirë nashta që më ka mush me më përsët. Arjan, si reagojnë djemët kur i shohin klipet tua? Sejnë. Sejnë? Sejnë e knojnë, po. Po besoj që janë shumë krenar, po qka të bën ty me uni krenar kur i sheta të reagu? Mu më bën më uni krenar që nuk më vjen marrë me lëshu videoklipet e mija para fëmijëve të mi. Edhe kongët e mija, edhe fjallët e mija, shkëtë që i foli, mu marrë nuk më vjen që fëmijët e mi kanë me mësu. Edhe djemë, po dhe nesër, ta shika është e vogël, edhe ajo kur t'i bën tash do vjetë, nuk më vjen keq nëse qika e me ka me ngu kongët e mija. Qaja më bën mas shumë t'i krenar që e lëshoj zonin, një kongës teme caktume, cëllat do qofta aja që fëmija kër e kërkojnë, i dojnë ata në përgjithësi, për do i kanë preferume, për shumë batalion Atlantikë, do kongë i kanë preferume, Sokolin e dhe tjera. E lëshoj zonin, që aty jam une, është nana, është nusja, jam fëmijë, edhe dhe më thonë, une më nënat në shtarë në telefon, po nuk më intereson, çka po thot goja jeme, se e kom mjellë më herët për me korë shtash. E lenë që shtojnë pa marrë. Jo, lirisht, s'ka problem. Arjan, kur jemi të muzika, a e mban mend ku shukon personi i parë që të ka inkuraju me hynë studio? Për me hynë studio, në fakt vetja, vëlla. Më thonë drejten që vetja, se muzikën e kom dojë gjithmonë. Unë e jem konë në Preshev, apo të lidhë me Preshev, në shkollë fillore. E konë një gjenerat shumë e mirë, në zonë sa të mirë shumë, besoj, me një shoqni shumë qënosh, që e këna pas një mësuse shumë të mirë, mësuse në minire, që ka ndru jetë në pandemi, zotë jem shiroft. Edhe ajo nga ka angazhu gjithmonë, qoftë me drama, qoftë me këndime, unë këm dojë, këm këndu gjithmonë. Këm imitu në faktikisht, atër këngët mija s'kom pas, po këm imitu këngëtarë të ndryshëm, kështu që këm dojë gjithmonë atë, se kushdo që tashëm shef që pak ose shumë qëtu ku jëm, e din që pifmini jem konë qështu, dhe nuk është që si vogël këm lullë futbol, për shama, kur heq, s'kom pas lidhe me futbol. Apo do nëse me na i farë sporti që me thonë që ashtë kjo konë ndryshe o bo ndryshe, jo. Qështu jem konë gjithmonë me muzikë, me fjallë kryqja, me sajnë, gjithmonë që jem konë shkjar janë. Veç pëse me muzikë në fillim këhy krejt me një verzion tjetër, me thonë. Sa e ke pas të fështirë me depërtu të Arjana Gushi që je sot? Gjithmonë jem konë Arjana Gushi, edhe atëherë. Nuk është që jem konë një dikush tjetër, po jem konë qaj, po me menë të një 14 vjeqarit. Apo këtoni, jem konë me menë të 20 vjeqarit, 22, 3, 4, 5, dhej, sa jem bush të ashtë 39 vjetë. Apo do më kështu që pasha ta ma herë që kongët e mija cila nështë akona e kongë që sot këmë keshët ka njerë, që kom thonë për atër, po që është ka shumë, së një kom gati 500 kongë. Kështu që sa është me... Një që po të vjen men me njerë? Jo, së po më vjen men asë njona, vish ka kongë për shembull që nështë akore kom kënu në vitin 2005, 2006, ashtë në kitë kontrat ashtë menoj ndryshe, se atër jem konë që ato mendi kom pasa, edhe qaj menim më konë komenu që qashtu është qa be thëmë une, është që ashtu edhe nuk është që i bi pishman, po thëmë se nështë se këmë posë mirë, po qa jem ka bo më konë këtë që jem sëtë. Kështu që ato jenë konë do shkallë, nështë njona ma e lak, njona ma e kalp, njona ma e fatë, po si do qoftë, unë e këmë rikë të ku jem.
edhe pi përvojës e pi gabimeve. Kur e di diçka që e kam gabimin, e pranoj gabimin. Kam qef me kritiku edhe veten ka njerë. Edhe tjerë kur kritikojnë, të mushin men, kur e ki fajl, dëshmi të thonë që ashtu është, edhe mos me vazhdu në gabim. Se njeri nëse vazhdojnë të në kohën që me menu që e ka mirë, menoj që atër e ka mas keqi. Me t'i kërku publiku tash këto kongë, qëto që po i përmend 2005-2006? A i kishe kënu? Ka plët kongë, për shemë ku shkojmë koncerte, që i kërkojnë do kongë ka njerë dhe ndasme, me thonë, i lypin do kongë vjetra. Për shemë, ma lypin kongën Amaneti, për shemë, ta lypin kongën Dis Serbia, ta lypin një kongë, a vëdhen që adhe kënësht kongë, po s'me me kënu se mas pari se kom me veti, a vëdhen. Se i marrë me zakonisht kongë, i marrë një 200 kongë, 100 e diçka 200 kongë, që janë ka fundi, dhe me thonë, pej 2010-ës në ashta knejmë. Po dhe ato nuk janë krejt. Ato një pjesë që ma mërmenja që me që ato me bo një program, një atmosferë sa mas mirë, ku do kofë që jem. Po tëmë ata me nostalgjinë asaj kohë që i kanë një, kur jenë kohë në 73, ta është kudo që më shojnë ose kudo që vinë me një koncert të emin, kanë qef që do kongë, se me që ato ja kujtojnë ashtë dhe fëmijin e tyne. Po, a ke mendu na i herë me hek dorë nga muzika? Nuk ko mendu, po nëse na i herë heki dorë për muzikës, nuk është që e bëjt madhe, veqajlohë dhe ku gjë. A ke mendu na i herë me hynë biznes? Si shumë tjerë që kanë qenë këngëtare, kanë lanë muzikën, ka hynë biznise? Jo, çka do kofë që i bëjnë jetë, kam qef veç me faqet bardhë. Nuk thamë kur jo, për diçka që është ndershme, është mënyrë e leqme, është halal, ose çka do kofë mi thonë, që që kur që a thonë, çka do kofë që i shkona e punë, qofte me qelë një librari, si shkon të lashe, kësha qelë, kësha punu ma, së kësha marrë një dy punë tonë, nështë edhe vetë kësha punu, se pi punës nuk kom vjen marrë, kështu që nuk i dihet jetës kur, po për momentin nuk është që kom palë diçka na i farë. Menime kom pas, po jo diçka ma konkret që me mujtë me bo diçka. Ke qeni i fokusun veç muzikë. Arjan, prej krejt teksteve dhe kongve që i ke shkru, i ke këndu, cilën e ndjenë mas shumëte që sërë të këndën, t'jep emocionet të shanta? Kjo pyetje është shumë e mirë, po menoj që du të mi bo ma shumë atyne që jashojnë tekstet dikush tjetër. E kam një kongë mene tonën, për atë edhe po të pësë. Po të si përzgjedhëm me posti, po ato tjerat që mjesin, dhe me thonë të nëse thu një, ajo është, unë kur s'kom kënu me tekst huj. Kongë të mija, dhe me thonë, Gold Age Jeepit, jam me tekst huj kur s'kom kënu. Dhe është diçka që del prej meje. A kuptonë, që është nëse thëmë që kjo, ka plët kongë që thëmë që kjo shumë e fort, mu më pëlqenë, më knaqë. Ka kongë që të e shkru, më bënë me kajtë. Edhe kaj, faktikisht. Të e shkrujt, dhe më thonë, mi qëtë lotë. Plët kongë ka. Që tu i shkru, dhe më thonë, më ka ndollë lotë. Ka kongë videoklip që më ka ndollë lotë i tu e kënu. A vëllën, po, se më thonë që kjo, se di që jesin shumë tjera. E po thonë, nëse mi ki shkru dikush, shumë shlirë, granë kësha mujtë me përzgjedh, për asyje që nuk është emocioni jem. Është konga jeme, po nuk është Arjani aty, është një tekshuz, për shembull është Fatmir Muja, është Ilir Berani, ose kujtë do shumë tjetër, po nuk është Arjani. Kështu që e kësha zgjedhë shumë alet nëse i shkon kongë e ty. Ajo se si ka ndiku feja të këte si person, ma ndje edhe si artist? Në fakt, është një vërat shumë e madhe që ma ka dhonë Zotin, fejnë islame, për arsye që me këtë fejë, unë ja di vlerën këtë të mirave që mi ka dhonë Zotin. Tu unë i sprej shnetit, që e kam, familjen, pinonës, dhejte qika me e vogël, lumëturi që më ka dhonë harmoni, bereqet, më ka dhonë dashni në popull, më ka dhonë, së puna më dhonë famë, se famë në ditë sotit më me bosh shumë nashta letë, a e famë më zbohet, për që do kofë për të keqë nashta dhe bohet. Po me posë temel në karierë të ndër, edhe me ditë kushje, edhe më smeruj shpinë për kërkuj në venin tëngë, e falëndëroj Zotin shumë, që ku dhe që shkoj, më presin, më respektojnë, më nderojnë, që shumë mas mirë. Kjo e vishë dhërat për i Zotit, edhe këtë dhërat që ma ka dhënë Zotin, unë e falëndëroj edhe njerëzit kuptot. Ku dhe qofshin ata, si në troje tona, si kur dalë jashtë në diasporë, ku dhe që shkoj, që më presin, më respektojnë, më nderojnë, sa që sa do kofë që thëmë në falënderit, nuk më mja këthy, për arsye që na bjen ashta mu taku me dikon një herë, në ashta se takoj 5 vjetë, dhe zotë runa më me harru në ashta dhe si persona dhe si rast, po e di që me zemër
jo me krejt ata dhe më nona edhe në lutje, dhe më thonë, me pas këtë ata që më dojnë, kom qef me pa me një rrugë, me një drejtim sa më të mirë. Pe i shnetet e të po, shka do kopë që ka. Që që, po thonë, Islami është ajo që më ka bo rob falenderus, edhe jo me ndje madhë, ka bo më konë për toke, se nështë ta kësha mujtë më konë, nështë ta kësha mujtë mësë më konë heqë, se pe i jetës shfrenume, mund me ndodhë diçka që të ndronë komplet jetën, ose të bënë diçka një tjetër kush që ti nështë ta dhe vetë se dëshiron. Po përdo me falenderoj Zotin pa ndalë, po nuk e falenderoj që sa meriton, e di, po inshallah Zotin a falë. Arjan, si i përballon presionin, kritikat, opinionet e publikut, as merr heq me to? Jo, tash mos më marr heq veç kusht rrana, vëllën. Po jo gjithçka që thuhet, për shembull dush me marr nga zemrës nëse nuk është e vërtetë. Ka raste kur kritikojmë tash rrjetet sociale janë bërë me profile të rrejshëm, shumë. Do të thonë pse të shohim se s'ka problem. Hajde se ti më koni mirë, më kon trim kisha ndajt për shev, hajde. Ku shkojmë për shev, ti garanti e aty nëse ti edhe piknon edhe po shkon s'po tutesh, ti garanti e aty në. Ka pasur edhe kësi, do të thonë shpesh. Ka qef publiku, kanë janë me prek në... Nuk ka publiku kë. Ja, këta s'janë publiku. Këta janë ata 100.000 shpiuna që kanë bashkëpunu në kohën e Serbisë, kanë bashkëpunu kundër luftës tonë shterimtare. Kështu që ata 100.000 kanë edhe familje, kanë rrethë shoqëni, kështu që nësë bëmë më çuditë, se për sa kanë të rrethu herojt tonë të kombit, që i kanë qitë në për prita, e që i kanë shtina për burgje, që kanë më si punë me mu që jem një këngëtar, një reper, një artist që e du venin tem, që e respektoj, e nëse dikush, për shembull në ka raste kur do analista me i thonë, ose qka do kopë që asë, unë isha një kesh nëse më kish livdu, për shembull ai. Plot janë, avdëm, po jo ndo, për shembull që më ma përmen emrin për të mirë isha një kesh. Avdëm, kështu që më msha qifti ati, për shembull kush do qofë që është, isha një në rumë, avdëm. Ka thonë shqyqyrë që të më dënë që ki person. Kështu që edhe ata që i shajnë, e kanë rrugën qelë. Unë nuk ndina keq me ofendime kër e di që nuk jam ai person. Ama nëse kom diçka që më përket mu, besoj që atër goditesh mas keqti. Po si do që tjetë menimet janë të lira, tash rrjetet sociale kanë bërë të vetën një profil fake, veç qëtë një lesë aty dhe ta shanë se kjo problem kanë, pak rëndësi ka. Arjan, a janë veç të thashe theme, a ndodhë që kje dhe urdhër arrest për shkak të temave që i bën, që i shtjellën në kongë? Ku pas probleme, shpesh, me thonë drejtë bërë kongë, si këtu, si në Preshev, si në Macedoni, si në Greqi. Tash, po të më njëm artist, unë shprej ato që menej që është ma e mira për popullin tem. Dhe sa do kufë që dikush menon që letë është të kuj, hajtë se kuj piknon për famë, hajtë se kuj patriot kështu, kuj patriot ashtu. Menoj që me një likur tema o problem, tani me dollë pak të i Kosovës në përveç Shqipni këptohet. Mi usil do rajoneve tona, unë e di që për shembull është telashe se i dhem dikuj, a i realitet që ti e folë, po si do që tjetë, pra po thomë unë jam një artist. Edhe më nona me thonë, ma të mirën të mëndshme, më nona këto kongët e mija milion histori, për që ata dhe e di që ju dhem, ku do qofshin ata? Qofshin armeq tonë, qofshin shpijuna tonë, qofshin shqipfolsat që i vetës i thojnë shqiptar, po në zemër janë diçka tjetër. Nuk jam po thonë pra për më i pëlqiju. Në di që ata që janë i vetën shqiptar, 100%. Pa dalim feje, di që më dojnë më respektojnë edhe ata i du fort. Arjan, krit në fund, çfarë mesazhi do t'ju jepje atyre që të kanë frymëzim? Mesazhi më i mirë është me rujt vetën. Vetën e runë të e ngu prindin, edhe të ngu fjallën e Zotit. Kështu që ku e runë vetën, atër edhe ky vend ka me pas hajre të mira, ka me pas rini që nosh. Arjan, faleminderit shumë që gjete kohë të jeshtë sot bashkë me ne. Të dashur shikues, është koha për bendin. Një bure mbi mu
Flok të borë lotë ma, poshtë të tyru në humba, diko thellë në një pra, kërkoj vetën ajo fshirë, rrugës shkoje u daftet, pres një qast të 4 dite, po e pres. Një humere thellë tani në ndan, një kujtim në jetë të dy në mban, dhe me zemrën dhe si një flak shmitin des, të kam pranë dhe s'vënke, në shplanetu tretë në ato net, kum në trupin tënd unë bisja kret, ishim bashkë dit, ishim bashkë univers, ishim një jetë. Të ndjej, të ndjej, të ndjej, në shdo verë si aromë, dhe të gjej, dhe të gjej, atje në baraj së tonë, më ngjen, natë më hynë në ndonë, edhe zbreti te kjo plan, me një puthje më rinë gjatë. Të ndjej, të ndjej, të ndjej, në shdo verë si aromë, edhe gjej, dhe të gjej, atje baraj së tonë. Të ndjej, të ndjej, të ndjej, natë më hynë në ndonë, edhe zbreti te kjo plan, me një puthje më rinë gjatë. Një bore mbi mu, flok të bore lotë ma, poshtë të tyru në humba, diku thellë në një pra, kërkoj vetën ajo fshirë, rrugës shkoj u daftes, pres një qast të 4 dite, po e pres. Në humnerë thellë tani në ndan, një kujtim në jetë të dy në mban, dhe mbra zemrën dhe si një flak shpirtin dhe, së kam pranu dhe s'vënke, në shplanetu tretë në ato net, kum në trupin tënd unë bisja kret, ishim bashkë drit, ishim bashkë univers, ishim një jetë. Të ndjej, të ndjej, të ndjej, në shdo verë si aromë, dhe të gjej, dhe të gjej, atje në baraj së tonë. Të ndjej, të ndjej, të ndjej, natën vonë hynë në ndonë, dhe të zbreti te kjo plan, me një puthje më rinë gjatë. Të ndjej, të ndjej, të ndjej, në shdo verë si aromë, dhe të gjej, dhe të gjej, atje në baraj së tonë. Më vjen, më vjen, më vjen, natën vonë hynë në ndonë, edhe zbreti te kjo plan, me një puthje më rinë gjatë. Edhe jemi kthyer në studio, tani është koha për bisedën e radhës. Në dritë të re është rubrika më e re e emocionit, e cila do t'i dedikohet grave, por më saktë nënave, për periudhën ndoshta më të bukur, po them kështu, anipse ende nuk e kam provuar, dhe më të ëmbël të jetës, shtatzania, para dhe para saj, cilat janë sfidat, cilat janë ndoshta momentet më të vështira, më të ëmbla. Do të kemi edhe njerëz profesionist, por sot me neve është Arbresha, e mirëpresim. Arbresha, faleminderit që je sot me ne. E dina që je shumë angazhume, anipse ende ki vetëm Anikin. Faleminderit edhe për juve, është kënaqësi. Por po besoj që është një full-time job. Jam mësuar tashmë. Kështu që të themi të vërtetën, mos i bjen që po ankohemi në fillim të bisedës, por kjo koha gjithmonë e zën me aktivitete ose pa kondo është kështu trim, jemi mësuar. Dhe mendoj që është e bukur prapë se prapë. E vërtet, po e nisim kështu me ëmbëlsi, Aniku nëse nuk gabohem, i ka mbush 7 vjetë. Po, sa i mbushi ditë më parë. Dhe si ka qenë ndoshta momenti i parë kur e ke kuptuar se Aniku po vjen në jetë, ose ndoshta të kthehem e krejt para asaj, ke pas ndonjë ndjesi, ke ditë që je shtatzën? Po më riktheni
tash me kuptoj kur thonë që ndonjëherë dikush thotë që ndjenjat nuk përjeton dy herë, po në këtë rast po më duket momentin të parë kësaj pyetje, ndoshta lejoni t'ju them që po rikthej për herë të parë veten ato momentet e para. Le të themi momentet e para sepse fillimisht unë besoj që për çdo grua që kupton që do të bëhet nën, nuk është që fillon gjithçka kur lind fëmia. Për mua mendoj që fillon pikërisht momenti i parë kur e kupton që diçka tjetër po rritet brenda teje, një zemër tjetër po rra, ani pse nuk ja dëgjon akoma të rrahurat. Kështu që nuk është që ndoshta kam pasur ndjesi, të them vërtetën, sepse ka qenë edhe planifikuar, mi po prap se prap ai momenti ditjet i befasishëm, mi po ditë them që është momenti më i papritur dhe më i bukur në jetë. Pra, e keni prit në jetë një fëmijë? E kemi pritur, e kemi dashur shumë dhe fatmirësisht Zoti na ka bekuar. Kështu që është momenti i cilin e shoh që sado që ditë flas për gjërat e tjera, ndoshta për ato momentet më të bukura njeriu edhe bllokohet nga emocionet. Por di që them që është një ndër momentet që edhe Aniko kur ma bën pyetje, po një fëmijë tjetër ose një diçka tjetër, shpesh kur më thot, a do ta duash më shumë se unë, a do të gëzohesh më shumë se unë? Sigurisht, mundom t'i tregoj që në çdo gëzim do të gëzohemi në mënyrën e vet, por mendoj që Aniko do të mbetet gjithmonë momenti i parë dhe mrekullia e parë. Besoj që dashuria veç do të rritet, nuk do të ketë në kufi. Pa dyshim. Por ma intereson të di, sepse unë ende nuk e kam provu e thash qysh në hyrje se sa ndryshon njeriu, në këtë rast sa ndryshon gruaja në formimin e saj kur bëhet nën, e sidomos brendësia e saj, si janë ato ndjenjat e para, e sidomos kur e merr në krah për herë të parë. Uroj ta përjetoni edhe ju dhe gjitha ato vajza, femra, gra që sigurisht duan dhe janë në pritje të një mrekullie të tillë. Ndryshon gjithçka dhe ndryshon pikërisht momenti kur e kupton që po rritet një fëmijë brenda teje. Vërtet që njerëzit thonë që kur lind fëmia aty fillon, po unë e thash edhe fillimisht, gjithçka fillon nga momenti i parë. Është një ndjesi e cila sa është e bukur, le të jemi edhe real, mos ta bëjmë ashtu vetëm bukur, ditë të jap edhe momente frike, edhe momente pasigurie. Mi po pastaj e kupton që edhe ato janë bukura. Sepse, thënë realisht, je vetëm ti fillimisht. E kur është dhe dikush tjetër brenda teje, fillon ta mësosh veten që nuk je më vetëm. E që është më e bukura, fillon ta mësosh veten edhe në dimensione tjera. Është ndjesi, po prap se prap është një përjetim të cilin ti nuk e di si do të rrugtosh në atë udhtim, ti nuk e di si do t'jesh në atë rrugtim dhe ti nuk e di si do t'jetë përshafimi, prekja dorës e gjitha këto momente që pastaj i përjeton kur fëmia vjen në jetë. Por prap dua të them që gjithçka fillon që nga momenti i parë. Prandaj aty fillon dhe në gjithë rrugtimin femra është e vërtetë që ndryshon shumë. Dhe lejoni të them që është ndryshimi që do t'ja uroja gjithë secilës. Urojmë që ta përjetoj kushdo që dëshiron dhe ndjen veten të gatshme për të bënon, e përmbledhen ndoshta në mënyrën më të mirë, po e ke pas një shtatzani të mbar ashtu siç është Aniku sot, apo i ka pas vështirësitë e veta? Shtatzania realisht ka qenë shumë e lehtë. Le të themi që goxha e lehtë dhe e mbar. Po, shtatzania ka qenë gjithçka e lehtë, ndoshta procesi i lindjes ka qenë më i vështirë. Është i vështirë gjithmonë kur është i vështirë kur është i panjohur, sigurisht, kam pasur një lindje normale, po ka zgjatur pak gjithaj procesi në mënyrë të natyrshme, kuptohet, edhe unë kam qenë gjithmonë e dëshirës që gjithçka të shkojë në mënyrë të natyrshme, mos ta imponoje gjëra të tjera. Ka qenë më vështirë, por prapë se prapë shtatzani nuk mund ta ankohem sepse vërtet ka qenë shtatzani e lehtë. Madje edhe Aniku kur më pyet, atë kam godit mbar këto gjëra të cilat ndonjëherë edhe i flasim së bashku. Ndonjëherë kështu, mundohem t'i them që nuk e qenë kaq i urtë ose të kundërtën, po prapë se prapë më duhet ta pranoj që fatmirësisht ka qenë një shtatzani kryesisht ka shkuar shumë lehtë dhe mbar. A ka pushim nga të qenit non, nga ky rol, kaq i bukur, apo është një thirrje që s'mbaron kurrë? Pushim mund të them që kishte qenë mirë me heq krejt si fjalë. Domethënë nuk ka pushim. Nuk ka pushim. Ta shprehim ndoshta me shembullin që ndoshta edhe kur mendoj që po shtrihem për pak minuta dhe të pushoj për veten, sepse normalisht edhe ne kemi ato momente tona kur themi a mund të shtrihem vetëm, a mund të pushoj pak, besoni që edhe kur i kam syt mbyll, nuk jam duke fjetur, i dëgjoj hapat e Anikut. Është gjithmonë aty të kqyr, a jam ty flejt. Kështu që pushim nuk është, por prapë se prapë e thash edhe në fillim që është rikthimi më i bukur, është ndryshimi më i bukur dhe edhe kur nuk është pushim, prapë se prapë është diçka e bukur, sepse e di që po e bën edhe për veten tënde. Nuk është vetëm për fëmijën tënd, sepse në këtë rast nuk është që ti po rrit vetëm fëmijën, por realisht edhe fëmiu është ai që e përmbush nënën. Kështu që është një përmbushje e përbashkët.
Sa e bukur kjo. Por Arbresha, Aniku, përveç se duket i mbar, është kjo fat për ty, apo ka qenë rezultati punës të palodhshme që e ke bu ti ndaj ati? Aniku kryesisht është i mbar, edhe pse le të themi drejtën që edhe fëmia i ka sigurisht ato fazat e veta. Madje tash për shembull fillimi i ndryshimit në klasë të parë, që është një ndryshim i gjendjes emocionale edhe tek fëmiu, t'jem e vërtet, sepse nuk dua t'jem jo realist ose t'ingloj, sepse tek ma e fundit ne jemi në kontakt me njerëzit e krejt. Duhet t'jem e sinqert dhe modeste që Aniku vërtet është kryesisht fëmijë i mbar, normal i ka dhe ato ndoshta kërkesat ndonjëherë ose jo tolerancën e tij që dita shfaq, ose siç thash që dita ditës fëmijët ndryshojnë, kalojnë në faza të ndryshme. Më intereson të di si e menaxhon, sepse rrallë shohim fëmijë të tillë që janë kaq kurështar për moshën, po edhe kaq të zgjut, ka një huri të shumta të përgjithshme, po them, jo veç për moshën e tij ose për hobit që i interesojnë. Mundohem të jap një hurit ato që i duan duke i përkitur moshës së tij, por gjithë menaxhimi unë i besoj çelësit të komunikimit. Do thotë e kam një rregull të cilin unë fillimisht si Arbresh e besoj shumë, dhe pastaj, po, vërtet nuk është vetëm ajo që e shfaqim, por unë i besoj gjithmonë dhe deri tani zgjedh gjithçka veç me komunikim. Unë mendoj se çelësi gjithçkaja është komunikimi. Jo vetëm nga ana ime, por edhe nga ana e fëmijët. Mos harrojmë që fëmijët nuk kanë nevojë vetëm të flasin, fëmijët kanë nevojë edhe të jenë të dëgjuar. Prandaj mundohem sado që ndonjëherë mendoj që ndonjëherë ndoshta mos është duke bërë një bisedë më tritur se mosha e tij, prap tham, po lëre, s'ka lidhje, ai prap do tritet. Nëse s'do ta bëj tani, do ta bëj më vonë. Kuptohet, thash edhe një herë që mundohem ta menaxhoj duke bërë biseda ose komunikime që i përkasin moshës së tij, por mbi të gjitha mundohemi që gjithmonë të jemi në një komunikim të hapur edhe të sinqert me njëri tjetrin. Edhe sidomos në këto video që i shohem, shfaqni shumë ëmbëlsi. Aniku është i tillë. Si familje, por Aniku në veçanti. Ka qenë i tillë prej fëmijë? Kishtin më thonë që po flet veç për fëmijën e vet, edhe pse shpesh kur më thonë po thu kështu veç për fëmijën tënd, unë e them fillimisht jam i them që secili fëmijë është më i miri fëmijë në botë për nënën e tij. Kështu që Aniku në sytë e mi, po edhe në sytë e familjarëve dhe njerëzit që e njohin, madje po ndihem keq që nuk e kam pranë, ndoshta në faktin që do ta njihni edhe ju nga afër. Do ta njihni nga afër, por vërtet ka qenë fëmijë i tillë. Dhe më vjen mirë, ndoshta kjo është hera e parë që e them kështu publikisht, edhe pse Anikut ja kam thënë, më vjen mirë që për mënyrën se si është duke e shfaqur edhe ai veten e tij. Sigurisht jemi ne që jemi duke ndikuar dhe duke ndihmuar rritjen e tij, por prapse njeriu gjithmonë ka një anë të vetën që do ta shfaqë tutje. Kështu që deri tani më vjen mirë për mënyrën se si po shfaq dhe uroj gjithmonë i them, uroj vetëm t'jesh i mbarë dhe të shfaqësh dashuri. Edhe nëse kur më thonë po ajo dashuri nuk do të jetë pastaj veç për ty, mua kjo më duhet. Dashuria e tij le të jetë edhe për gjithë. Nuk është që diçka më pengon. Një mesazh shumë i mirë kjo. Por Arbresha përmendet që ndonjëherë mundet me i humbe dhe toleranca, se normalisht është fëmijë, është ende i vogël, por ty të humb ndonjëherë durime që për prap vazhdon me këtë çelësin e komunikimit, gjithmonë një edhe të tillë. Nuk jam ajo nëna që i them gjithmonë po. Në fakt jam ajo që kur i them jo, është jo. Mbetet jo. Mbetet jo, kur i them po, është po. Por dua të dalë ajo pjesa e komunikimit. Prandaj e thash që komunikojmë. Në rastet kur i ka kërkesa të cilat nuk i përkasin atij, ose kërkesa të cilat ne nuk mund t'i realizojmë, ose gjëra të cilat unë nuk i shoh arsyeshme që duhet t'i ofrojmë tani, i them jo, ja them vërtetën. Ka ka diçka, sepse e kam pa që është kthyer edhe në temë diskutime që janë të moshave të tilla fëmijët, si Aniku, 7 vjeç, 8 vjeç, por ka disa loja që ndoshta po ja u humbin këtë shkëlqimin që e kanë, si loja Roblox, që ndoshta edhe po ja u shumë pak këtë energjinë. Besoni që Aniku e di si loj, po nuk e ka. Nuk e ka? Nuk e ka. Madje, po të rregoj publikisht, Agja vet i kishte sjellë një dhuratë, një tablet, cilin deri tash Aniku nuk e ka pas, edhe më vjen keq që ndoshta ka me dëgju këtë pjesë Agja i tij, se dhuratat janë dhurata, sigurisht nuk është që refuzuan, por nuk ishte, sikur të më kishte pyetur mua, përgjigjja do të kishte qenë jo. Mirë, po jemi gjithmonë atë pjesën të cilën Aniku tash i ka mbush 7 vjet, sigurisht duhet të di të mbaj përgjegjësi edhe kur i themi që nuk është diçka e mirë. Prandaj kur e ka marrë këtë dhuratë në këtë moshë? Për ditëlindje. Tash e ka marrë, domethënë për herë të parë. Nuk mund të them që fëmia jam nuk është
i njohur me tabletet, me lojrat e me gjanat të tilla, por mundohemi në pjesën minimaliste. Është e pamundur ta evitojmë gjithën, sepse në atë mënyrë duhet jemi ne trituri që duhet të heqim prej dorë telefonat. Sidomos ku gjatë kohës në shtëpi. Duhet, domethënë, rregulli i parë ose faji ose përgjegjësia e parë na takon neve. Ajo që mundohem gjithmonë ta largoj telefonin prej dorës, duhet të jem sinqert, jo, është e pamundur. Po mundohemi t'i tregojmë që çka është e mirë për Anikon, për moshën e tij e çka është jo. Vjen mirë që është tërhequr më shumë nga bota e futbollit, domethënë edhe kur mënyrën kërkon të lëshoj diçka në YouTube ose diçka të tillë, gjithmonë intereson diçka nga pjesa e futbollit. E den Aniku për këtë dhuratë, është në dieni që ka marrë? Është në dieni, sepse është i pari që ka hapur. Çish reagoj? U gëzu, si fëmijë që gëzohet për dhurata krejt. Është e vërtetë që fillimisht më ka pyet më njëherë, tha, a muj me shkarku lojra? Thash, jo, lojra nuk po shkarkojmë, pelojmë njëherë kështu me disa lojra, disa aktivitete, disa mënyra të vizatimit, shkruaj emrin tim, se sigurisht edhe ai është klasë parë edhe është në mësim të shkronjave këto gjana. Po mundohemi me menaxhu edhe madje po më vjen mirë, Aniku çka kam thonë, s'vazhdojmë ja thonë, këtë pjesë domethënë nuk ja shfaqemi, po më vjen mirë që deri tani është duke dëgjuar i durueshëm. Është duke treguar durim në atë pjesën që nuk është e nevojshme të shfaqet para tabletit, po me largu nga kjo pjesë duhet edhe ne të kontribuojmë shumë. Për çfarë arsye në Anikun ne kemi regjistruar futboll. Mundohemi kohën e tij të lirë pas mësimit, sigurisht janë detyra, tash janë ushtrimet, është vetëm muaji i dytë në klasë të parë, e ka pjesën e aktivitetit të futbollit, po edhe nëse nuk ka futboll, unë e marr për dorë edhe dal. Preferoj më përpara me dal, me ul me një kafe, me pi një kafe me Anikon, ose bisedojmë diçka, ose ndoshta hajmë diçka. Nuk më thonë që mundemi me ndajt pa bisedu, se Aniko është fëmijë i cili gjithmonë i ka pyetjet në majë të gjuhës, po prandaj ne mundohemi të dalim, ta kalojmë kohën jashtë ndoshta dhe jo brenda dhe të bëhemi izolues të telefonat. Pra për të qenë larg screen time, larg telefonit, tabletit, duhet të jetë një rutinë angazhume. Don shumë angazhim. Është e vështirë, është sfiduese. Mu më vjen keq sepse nuk jam këtu t'ja akuzoj, sepse mjafton të dalim nëpër kafeteri edhe i shohim fëmijët cilët edhe ne prindërit detyrohemi ndonjëherë t'ju japim. Kemi me momente reale. I kam pasur edhe në momentet e tilla. Nëse unë jam diçka, ndoshta më duhet të jem përgjegjës ndaj një punës së diçka, ndoshta edhe unë e kam pasur si opsionin më të lehtë, sadoqë më ka bëu keq mundi, po prap është mirë njeriu të jetë i vetëdijshëm deri në cilën mas është duke i bërë dëm. Do të thotë ketë një mas kontrolluese, sepse kjo është bota tek më e fundit që po jetojmë sot. Fëmijët është e pamundur mos t'i njohin botën digjitale, gjitha këto që janë duke ofruar, se tek më e fundit është njeriu ai i cili ka krijuar. Çfarë mund të themi në këto vite, arbresha që ke mësuar për veten, ose ndoshta që ta ka mësuar mëmësia, se mësimin më të mirë, që nuk e ke ditë ndoshta më herët? Kisha mulit ndoshta me faktin e të qenërit një nën e një djali. Edhe Aniku t'i kam tregu që para se me qenë nën, ndoshta edhe moshë shumë 3, gjithmonë kom mendua dhe kom besu veten që e du një vajzë. Fillimisht e kom mendu një vajzë, kështu fillimisht. Pastaj mëmësia dhe fakti të qenerit nën me Anikon, më besoni që edhe kur më pyesin ose kur më thonë, hajde inshallah tjetër në vajzë, për i shpirtit e thëmë. Në rregull është, edhe përpara kam thonë s'ka rëndësi, gjithmonë me rëndësi fëmia i shëndosh, po tash e thëmë me shpirtin plot, hiç nuk ka rëndësi. Edhe nëse i kisha pas vetëm 10 djem, më thonë mëmësia me Anikon ka mësu që mos me gjyku korma. Nuk ka rëndësi. Jo, nuk është që nuk i dua vajzat, i dua shumë. Kemi qef bekomi gjithmonë me të dy gjinit, por prap mëmësia me Anikon më ka mësu shumë, më ka ndryshu shumë edhe mu. Më ka mësu me kuptu edhe botën e meshkujve, sepse është djalë. Më ka mësu për shembull me dash futbollin kaq shumë, se kom besu kur që kom me dash kaq shumë futbollin, kom me njoft kaq shumë futbollista. E mbi gjitha më ka mësu që jo vetëm vajzat din me fal dashni. Janë edhe djemt, ata që falin shumë. Por ne duhet jemi aty që të marrim a dashnin që e kanë. E bukur kjo. Por cili ka qenë ndoshta momenti më i vështirë gjatë këtyre viteve të mëmësisë, që ndoshta në një farë forme nuk e pas mundësi as me u dorëzu? Është dashur me u ringrit për hatër të Anikut? Mëmësia i ka gjithmonë sfidat e veta. Nuk është gjithçka vetëm bardhë, po nuk është sigurisht as gjithçka vetëm zi. Ka ato ngjyrat e veta. Është sfidë, është rrugtim, është vështirësi, është bekim, është dashuri, është edhe kaos. Do të thotë sado që ka gjëra të bukura, është edhe kaos. Ndoshta vështirësia më e madhe është kur
fëmiu fillon edhe ndikohet edhe nga rrethet e jashtme. Nuk është më vetëm fëmia yt. Do thotë fëmia përjeton botën e jashtme, njerëz të tjerë, mentalitetet të tjera, dëgjon fjalë cilat ndoshta ti nuk i mendon as mendjen tënde, nuk i praktikon kur në shtëpi, por ai do të jetë aty për t'i dëgjuar, aty për ndoshta edhe për t'i thënë. Edhe pse ai deri tani vazhdon të mi thotë vesh, kjo është e mira që deri tani vjen si dëgjon diçka. Nuk i shpalosën publik. Është i vetëdijshëm që është diçka fjalë që nuk thuhet, po prap e heq atë marakun na vjen ma thot në vesh. Kështu që është sfidë. Me marr një konfirmim. Është sfidë në vete, sidomos po e them që për faktin kur ndikojnë edhe të tjerët. Do thotë edhe ne kemi ato momente tona kur ndoshta qoftë si bebe, atë faktin që nuk na pëlqen kur gjithë të tjerët vinë edhe përqafin fëmijën, edhe shen një bebe që i skuqet lëkura, krijon alergji. Pi marr si shembull sepse në ato rrugtime kam rrugtuar unë, në ato rrugtime janë të gjitha nënat e reja, edhe vështirësia më e madhe është t'i thuash dikujt të lutem mos e përqaf. Kështu që janë momente të cilat e shoh që kjo tim diskutohet shumë shpesh në rrjetë, në kafenet që jemi në publik, që ndoshta për ne që nuk e kemi provuar ende këtë ndjenjë, është pak më e çuditshme, ani pse totalisht e kuptueshme sepse i takon vendimi prindërve. Me shkas po e flas sepse kishte me qenë mirë dhe do të më vinte mirë që mos ta gjykonim në një rast të tillë, ose mos ta keq kuptonin nëse një nën kërkon që mos t'i përqafet fëmia vet. Unë personalisht nuk kom rri për me bo, mirë po kur Aniku ka fillu me qenë i vetëdijshëm, kam fillu me i fol Anikut. T'lutem Anik, sepse dhe ajo është i vetëdijshëm edhe e kupton kur ndonjëherë ndoshta më vjen keq, po ka njerëz të cilët pinë cigare edhe është normale që sapo ke pirë cigaren dhe e përqaf një fëmijë, ndoshta jo të gjithë janë të vetëdijshëm që nuk është e preferueshme, kështu që kom kaluar në atë fazën që pastaj kur Aniku ka arrit me qenë i moshës për me kuptu, jo mundu me i tregu Anikut që jo gjithmonë përqafimet duhen të jenë kështu mirë se ardhur, ose momenti që atë nuk e bën mirë, ta thot kur nuk ndihet mirë, sepse është normale. Tek më fundit na jemi njerëz dhe jo gjithmonë mund të jemi ashtu të hapur për përqafime e gjëra të tilla. Ndihesh më ndryshe kur është Anikun duke u rrit, sepse dëgjoj që shumë nëna kanë frikë këtë pjesën e rritjes të fëmijëve, sepse me të vinë edhe sfida të reja. E këtu janë dy frika. Janë frika nga ajo që shohim dhe është frika nga ajo që nuk e shohim fare. Sigurisht kush i ka prindërit e gjallë, që unë fatmirësisht i kam prindërit, i dëgjoj fjalët e tyre kur më thonë ndonjëherë kur e shfaq ndonjë frikë, kur më thot mami që akoma. Kështu që prandaj po them janë dy frika, janë nga ato që i shohim dhe nga ato që janë të panjohurat që do të vinë rrugës, por prap them, fëmijët rriten dhe uroj të rriten gjithë secili fëmijë në mënyrën më të mirë të mundshme. Uroj të bëhen të mbar, po prap gjithmonë do të ketë sfida. Do të ketë sfida, do të ketë vështirësi, do të ketë kaos, por uroj që secili prind të arrijë të jetë në momentin e dur për fëmijën e vet. Ne shohim Arbresha që ti je një nënë edhe shumë punëtore, e zonja karrieriste, por si ke arrit me rujt balancin mes jetës, punës, mëmësisë, sepse shohim që për shumë nëna ndoshta bëhet aq lodhje sa që nuk kanë kohë më për veten, edhe veç ngarkesa shkon të ushtu. Mendoj që është bekimi më i madh i faktit të qenë rrit grua fillimisht. Prandaj aty duhet ja kujtojmë gjithë secila vetes që kur na ka beku Zoti me fatin e të qenë rrit grua, e pastaj edhe mundësinë e të pastrurit fëmijë, mendoj që aty duhet ja kujtojmë vetes se sa të forta jemi. Mos na keq kuptojmë bota e meshkujve ose diçka, sepse sigurisht edhe ata kanë një kontribut të madh, edhe ata janë të pandalshëm. Mos tingëllojmë vetëm feministët dhe duke folur për forcën e gruas. Mirë po vërtet bota është në duart e gruas. A është e vështirë, a lodhem edhe unë lodhem. Madje nëse dikush më pyet ndonjëherë a je lodh, shpesh edhe përgjigjem po, jam lodh. Prandaj më pëlqen ta pranoj që lodhemi, është normale të lodhesh, është e bukur edhe kur lodhesh, mirë po unë i besoj një gjëje dhe mundohem t'ja them ndoshta edhe shoqërisë ose gjithë secilës kur na bjen puna të bisedojmë, që nuk përfundon gjithçka ose nuk fillon gjithçka me fatin e të qenurit nën. Duhet t'jesh mirë me veten tënde, duhet t'jesh mirë për veten tënde fillimisht, e duke qenë mirë për veten tënde, do t'jesh mirë edhe për fëmijën tënd. Pra, mendoj që kjo e bën edhe mban atë vullnetin, ambicit e tua, edhe të mos dorëzosh pavarësisht asaj që kemi momentet që ulesh edhe je totalisht e lodhur. Pra nuk ka moshë caktuar se kur me u bonohem, përveçse se si ndihesh. Kjo është pak, e besoj që është edhe personale.
Mi po prapë se prapë I besoj që është një përgjithësi të cilën ti fillon fillimisht ta ndjesh edhe brenda vetës. Është personale pak, sepse... Përveç se nga ana ginekologjike dhe shkencore... Ato çfarë konstaton shkenca, shëndetësia, ajo është normale në rregull, mirë po unë I besoj që është personale, sepse nuk mund ta gjykosh dikë e cila nuk ka krijuar një familje. Fillimisht ne kemi njerëz të cilët nuk janë të martuar, ndoshta mirë po ekzistojnë dhe janë prindër, që është normale. Prandaj po them që është personale. Është varësisht nga ajo se si fillon ta ndjesh ti dhe vetëm kisha pas dëshirë me thonë diçka, mos me pas frikë. Kur vjen ai moment, sepse është normal, e kam përjetuar edhe vet. Frika ka qenë edhe brenda meje. Prandaj them ekzistojnë edhe ata që na këshillojnë, ekzistojnë mundësia për të na këshilluar të tjerë, sepse ti ishim të aftë ta këshillonim veten, atë nuk e përjetojmë as frikën as pasigurinë. Prandaj duke qenë e bindur dhe e njohur me frikën që e kam pasur edhe unë si arbëresh fillim, kisha pas dëshirë që sonte, t'ju them të gjithave që mos të keni frikë. Kur vjen ai moment, besoni te vetja juaj. Përveç kësaj ndjenjës të frikës, dashurisë dhe të gjitha këtyre emocioneve që I përjetoni si nëna, që keni fatin të përjetoni, ka ndonjë rast që e ndjen veten në faj që duket se nuk po bën mjaftueshëm? Ka momente të tilla? Janë edhe këto momente, është normale, janë normale kur ndjesh. Jashta modestisë nuk është që ndihem kështu në faj që a jam duke bërë mjaftueshëm, a jam nëna më e mirë në botë. Do të kanë qenë fillim. Kjo ka të bëjë me pjesën kur njerëzit bëjnë krahasime. E krahasimet nuk duhet të ekzistojnë. E thash, secili fëmijë është më I miri për nënën e vet dhe secila nënë është më e mira për fëmijën e vet. Mjafton fillimisht të jesh mirë për veten tënde dhe do të jesh nëna më e mira për fëmijën tënd. Fëmijët janë aty duke na parë ne, janë aty duke na dëgjuar ne, dhe janë aty duke parë pasqyrën nëpërmjet nesh. Ne jemi ata që do t'i shfaqim sidomos në pjesën e parë të jetës, moshën kur ndërtohet edhe karakteri tyne. Prandaj është normale kur na shohin edhe të lodhur, është normale kur na shohin ndoshta ndonjëherë edhe pa disponim. Prandaj mundon të shfaqim. Pas ndonjë rast të tillë që mund të na ndash me ne, ndonjë rast që ndoshta ti ke qenë e lodhur, por ka jap forca Niko, jo vetëm me fjalë, por ndoshta vetëm me atë qëndrimin atë. Shpesh, shumë shpesh. Kohëve të fundit kam rrugtuar edhe kam përjetuar një rrugtim të ri, le të themi, isha kandidate për asamble në komunën e Gjakovës. Nuk rezultoi me sukses, por prapë se prapë ishte rrugtim I cili më ka mësuar shumë. E në mesin e këtij rrugtimi, Aniku ka qenë një krah shumë I madh I imi. Është e vërtetë që është vetëm fëmijë. Ndoshta nuk e kam njohur me krejt procesin se çfarë jam duke rrugtuar, se çfarë jam duke bërë, por sigurisht që ai më ka pa që me plot net dhe plot ditë unë kam mungu pranë tij. Ndoshta edhe në ditët e para të shkollës, sepse ishte periudha e njëjtë. Procesi zgjedhor ishte pikërisht në periudhën kur nxënësit filluan shkollën. Edhe unë isha shumë shpesh në mungesë Anikut, kur ndoshta ai ka pas më shumë të nevojë. Edhe besoni që ai ka qenë forca që me mirë kuptimin e tij ka qenë forcë në krejt ato momentet kur unë jam ndim faj, a jam të bëj gjanë e duhur, jo pse mendojsha që po e mendoj vetëm vetëm, po fakti që Aniku kishte filluar shkollën dhe kishte shumë nevojë. Jam mësuar të jem gjithmonë pranë tij, unë sigurisht që kam qenë pranë tij, po jo aq sa e kam pasur nevojshme unë. Kështu që prapë se prapë është e mahnitshme kur ne të rriturit e gjejmë forcën pikërisht edhe tek një dorë krejt e vogël. Cilat ishin ato fjalët e Anikut? Fjalët më motivuese të tij kanë qenë kur që në momentin e parë më është drejtuar fitoria ime. Besomni që në gjithë rrugtim, në gjithë atë rrugtim, edhe pse në fund më ka pyet më njëherë a i ke fitu zgjedhjet, nuk ka ditë këtë fjalë ta krijoj, mirë po a i ke fitu garën, se më kishte pyet çka është kjo e si është. U mundova t'ja shpjegoj paktën ato mënyrat çfarë është normale për një fëmijë 7 vjeçar, dhe në fund kur më pyeti a i ke fitu, i thash jo. Madje i kisha shfaqur edhe në TikTok, ishte një moment pak emocional, e përjetoj pak me emocione kështu luhatëse, sepse sigurisht fëmijët fillimisht mendojnë vetëm fitoren që tjetë kështu e areshme, thuash po kam fituar, triumfuese, mirë po ata qeftë jem shumë e sinqert me të, madje me dëshirë dhe vullnet të lirë edhe kam nda me gjithë ndjekësit tjerë, për arsye që t'ju tregojmë të tjerëve që fëmijëve duhet të jemi përballë edhe kur ndonjë rrugtim nuk përfundon me fitore, sepse në fund të fundit jo të gjitha rrugtimet na sjellin një fitore, po jo çdo humbje na sjell ndoshta
një dështim. Dhe do të përballet edhe ai ndonjë ditë me Ka qenë mësimi cilën një mundu mja jap Anikut që jo çdo dështim do të thotë është i dëmshëm. Realisht janë rrugtimet të cilat në fund shpesh na sjellin fitore dhe jo, por që ne duhet të mundohemi dhe të mësojmë më të mirë nga çdo rrugtim që na sjell jeta. Thonë se dashuria ndryshon në krahasim me dashuritë të tjera, krahas fëmisë. Është e vërtet kjo? Dashuria fëmijës vetëm le të themi që është një botë në vete. Është një botë në vete. Është e vërtetë që dashuria ekziston në forma të ndryshme, madje unë them që dashuria ekziston në ajër, në gjësande, ndoshta në këtë tavolinë, në gotë, në çdo koncept global. Mirë po prapë se prapë dashuria për fëmijën është botë në vete. Për cilat janë ato këshilla arbëresha që mundohesh m'ja u jap si një nënë, ndoshta që ke më shumë përvojë, nënave të reja që kanë sfida, momente ndoshta net pa gjumë, që kanë fëmijë ndoshta pak më dëgjall, pak më hiperaktiv, dinamik. Po, kjo është e bukur, sepse fëmijët janë të formave të ndryshme dhe prandaj mua më pëlqen kur gjithë secilin fëmijë e pranojmë dhe e shohim me atë karakterin çfarë ai ka dhe çfarë ai fëmijë shfaq. Madje një kërkesë që mundohem ta bëj gjithmonë dhe një lutje ose një këshill është që mos të bëjmë krahasime. Sepse mendoj që është e dëmshme kur themi që po fëmia im është shumë dinamik, fëmia yt është kaq i urtë. Mendoj që këtu duhet të ndalojmë për një moment dhe të reflektojmë dhe mos ta bëjmë atë krahasim. Edhe kur një nën më thot për shembull, arbresh sa mirë, djali jot shumë i urtë, djali jam nuk është kaq i urtë ose kundërta gjithmonë mundohem ta ndaloj atë pjesë të bisedës. Mendoj që aty fillon diçka që nuk duhet të filloj. Do thotë krahasimi nuk duhet të ekzistojë. Mundohem gjithsesi të themi që fëmijët janë në karaktere të ndryshme. Në fund të fundit edhe ne kemi qenë kështu. Por edhe një fëmijë ka etapa të ndryshme të jetës. Do thotë edhe karakteri i tij formsohet dhe shfaq forma të ndryshme. Do thotë Aniku sot është ndoshta më i qetë, por ndoshta pas një periudhe ndryshon plotësisht karakteri i tij. Kështu që mundohem të themi gjithmonë që mos të bëjnë krahasime se fëmia i dikujt është më i urtë dhe fëmia yt më pak i urtë. Mundoni ta pranoni fëmin ashtu si është, siç e thash edhe në fillim, jo vetëm të flasim, të ulemi dhe të dëgjojmë edhe fëmijët. Dhe mbi gjitha ta them edhe një herë që ndoshta mos të dalë që po të teproj, mirë po besoj që çelësi i gjithçkafit është komunikimi. Dhe po besoj që kjo nuk vlen vetëm për fëmijët, por për të gjithë ne. Por sa mendon arbëresha që ka rol ndikimi dhe cili është ndikimi i babait në familje e sidomos në harmoninë e mëmësisë? Sa duhet jetë ndihmues, sa duhet jetë përfshirës në vendime që merren ndaj fëmijës? Roli i babait ka patjetër që rol shumë veçantë tek fëmia, tek familja në përgjithësi në radhë të parë, po sigurisht edhe tek fëmia. Shpesh thonë që një baba bëhet ndryshe me pasurit qenit një vajzë dhe ndryshe me një djalë. Unë deri tani nuk e di. Sigurisht që kam pa partnerin tim vetëm me faktin e të pasurit njëherë Anikon, do thotë si baba i një çuni, mirë po ka shumë rol. Sot femra, jeta e femrës nuk po flas vetëm Kosovë, anë mban botës është shumë e dinamike, mirë po nëse ndalemi në vendin tonë, sigurisht që ka dinamika më të shumta, shpesh ta më shumë se për një mashkull. Ndoshta shpesh shohim femra të cilat janë aty në mesin e fushave të futbollit duke i dërguar fëmijët, shpesh përfundoj unë sado që ndoshta jam me një angazhim tjetër, ose ndoshta jam e lodhur, ose ndoshta nuk e kam energjinë e plot, shpesh përfundoj unë dhe jo baba në këtë rast, jo Valmiri për shkak të angazhimeve. Madje herën e fundit e dërgoja në futboll dhe për herë të parë i thash nuk po vi si jam e lodhur dhe po rri pak mirë me veten. Besom që pas 5 minutave kom thirrë në telefon dhe i thash i rash pishmonit që nuk erdha. Mendoj që kjo ndjenja e fajit. Po, kalon tek ajo pjesa. Mirë po prapë se prapë vetëm kisha pas dëshirë që partnerët mos ta shohin rolin ta ndajnë si nën dhe si baba. Mendoj që duhet jetë gjithë përfshirje. Unë e përbashkët. Edhe mundohem gjithmonë t'ja them jo vetëm partnerit tim, po t'ja them edhe vetës, t'ja them edhe gjithë secilit që të mundohemi të kontribuojmë sa më shumë në gjithë përfshirje. Sepse është ai rezultati që pastaj do ta shohim më vonë dhe një pjesë të kontributit tënd do ta kesh gjithmonë ti mbi supët e tua. Është sikur një punë. Sado që unë mund të ndihmoj ty në një punë ta bësh ti dhe të dalësh në fund të tregosh ato rezultate, prapë se prapë vjen një moment ku ty duhet për veten tënde ti shfaqësh rezultatet e tua, punën tënde. Prandaj mendoj që qoftë edhe për babën këtë rast, po edhe për nanën, le të themi për të dy në këtë rast të bëjnë gjithë përfshirjet. Mundohen të jenë fillimisht krah i njëri tjetrit, e pastaj ajo shembulli ku edhe fëmijën e tregojmë që
e mësojmë se si duhet jetë një familje, ajo që shef fëmija është ajo që shfaqim ne. Kështu që uroj, prandaj po them uroj, sepse nuk është që mund ta quaj veten si prindi ideale, prindi perfekt, sepse edhe ne kemi gabimet tona, mirë po mundohemi që ta bëjmë rolin më të mirë të prindërimit para fëmijëve. Dhe uroj të jeni shembull për të mirë gjithëherë, por cila është ndoshta ai momenti, ajo ndjenja për ty si nën, po flas gët rast për ty, po drejtohem personalisht, kur Aniku të ka thënë për herë të parë mam të dua. Në radhë të parë, po du më ndalë të një pjesë e cila Aniku ka shfaq shumë dashni ndaj babës, ndaj Valmirit, partnerit. Edhe për një moment, po ma kujtove vetën kur thësha pse më keni thonë që djemt i dojnë nanat shumë. Në thonë e kisha atë momentin kur në fillim zgjatej ma shumë tek babi. Në thonë fillim, kur vishim për i punës të dy, ndoshta ka pas plot momente kur fillimisht nuk më vrente mu. Edhe shkonte me njerë tek babaj vetë. Edhe për një moment ma kujtove vetën kur e pa ta bo një pytje edhe familjarve, ashtu e ditë që unë jam nana e ti. Kështu që në fillim ndoshta ka qenë fëmijë cili sado që kanë thonë që djemë shkojnë ma shumë ka nanat, Aniku realisht ndoshta fjallët e para dhe asgjatjen e pare krejt e ka pas me babën e vetë, ndoshta për shkak edhe angazhimeve të mia dhe që është thjesht është diçka natyrshme, është diçka që prap e thash, është fëmija që shritet edhe në formën e vetë edhe është gjithmonë, sado që ne jemi aty, është sigurisht edhe një formë që fara e shfaq vetë si karakter. Po, fjallin e parë të dua, ndoshta nuk është që unë mund të kujtoj të parën herë, po di me thonë që është fjalla e cila e dëgjoj çdo ditë. E dëgjoj çdo ditë. Madje ndonjëherë i bëj një padrejtësi Anikut, mundona të bëjmë kishe nuk për ndëgjoj, kër më thot për i dhomës në dhomë, jem të u po gati, sidomos në mëngjes, a i të u po për shkollë, edhe në të u po gati për punë, e ndëgjoj shumë shpesh, nan, të dua, edhe unë ishtë të përgjigjem. Nan, vazhdo në 2-3 herë, atë. Apo mënin, i thomë, fëtniva, po, me i përmbush baterit. Që vetëm e di që është fëmijë cili ma thot shpesh, mirë po sigurisht është pjesë e asaj që edhe ne ja themi. Jemi mundu mi a thonë, ndoshta edhe në momentet kur ai nuk e ka ditë asnjë fjalë me shpreh, në momentet kur nuk ka ditë akoma as me lshuzo, unë ju kom drejtu me fjalët të dua. Sepse mendoj që duhet ja shfaqem. Deri kur vjen, po, mendoj që është pjesa kur duhet ne të shfaqem shumë, deri në pjesën kur ata pastaj do të marrin nga ne dhe pse jo ta shfaqen me të tjerët. Mëmësia, mendojnë Arbresha se të ka bo ma të fort apo ma të bresht? Në shumë aspekte, ju vetëm karshi Anikut, por edhe vendimeve që marrë për jetën tënde, për profesionen, për gjithë shka tjetër. Me thonë që është gërshetimi të dyjave, nuk po di sakt sa, sepse në fund të fundit nuk e kemi një peshore, shpesh t'i peshojmë edhe ato gjanat cilat i përjetojmë vetë, edhe t'i peshojmë sakt, e për me të regu nështë në një përgjigje sa ma të sakt. Mi po ditë them që dita ditës më bën më të fort. Edhe pse është vetëm 7 vjeç, a i do të rritet, e uroj të rritet e të bët plak e 100 vjeqar, e di që mua akoma më pret një forcë e cila as vetë si Arbresh nuk e kam të një orë. Prandaj jo më këtë themi që edhe nëna, ose në këtë rast prindi rritet me fëmin. Shtë që sa do që flas, e di që prap se prap më presin akoma gjana, më pret akoma një forcë e cila është e panjohur akoma për mua. Nëse ka diçka Arbresha që do mund të ktheje kohën pas dhe t'i thoje vetës, para se të bësh nën, cila do të ishte ajo fjali ose çka do t'a këshilloje? Me qenurit nën, ndoshta nuk kisha thonë ndoshta dëshirën ma herët për me pas, sepse thash fillimisht është një moment i cili lind për secilin formën e vet, mirë po nuk kisha pas dëshirë për përfshi edhe vetën, me leju vetën me na përfshi angazhimet shumë përpara. Do të thotë shpesh e dëgjojmë, sepse është normale, është jeta cilën e jetojmë sot, është normale që shumë shpesh hasim në atë pjesën kër e dëgjojmë, po nuk jam gati, po prit t'i bëj disa gjana, po prit t'a rregulloj një shtëpi, po prit t'a rregulloj statusin tim. Për te gjitha atyreve u them qoftë edhe vetës, qoftë edhe të tjerave, po edhe vetës për pjesën tjetër të vazhdueshme që mos planifikojmë t'i vëmë gjitha në vendin e duhur edhe momentin e duhur. Në rregull, është një farë mënyrë planifikim, po prapë se prapë mendoj që mos t'a bëjmë gjithë atë planifikimin e plot edhe perfekt.
ta lëm atë momentin e vetë, mos ta harrojmë që sa gjë e bukur është të jesh nën, edhe mos ta vëmë në të njëjtin, le të themi, dinamik me jetën çfarë është duke shkuar sot. Arbrisha, kështu po e përmbyllim dështa me këtë mesazhin më të mirë që edhe për fund. Unë po të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Sojl dhe që ndove këtë eksperiencën tënde aq sa personale, po ashtu edhe ti e të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, ju shkoft mbar ju, edhe mezi po pres me dëgju përvoja të tjera, nga gratë të tjera, nga femra të tjera dhe historitë të tjera. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Të dashur shikues, nga këto po e përmbyllim, e ju vazhdoni të qëndroni me Klan Kosova, shihemi javën tjetër.